dhe nëse përsëri plasën lufta, besoj që ushtria e Iranit përfundimisht do ta dëmtoj aq shumë Izraelin sa që mund të bisedohet se nuk do të ketë Izrael në lindjen e mesme. Dhe prandaj amerikanët seriozisht përpiqen që të gjejnë një zgjidhje, për shkak se gati se janë të bindur se është në pikpyetje ekzistenca e Izraelit në lindjen e mesme dhe kuptohet që do t'i pranojnë të gjithë kushtet e Iranit që të i hekin sanksionet ekonomike të Iranit. Pra bëhet fjalë për një kapitulim të diplomacisë amerikane dhe fuqisë ushtarake të Izraelit, se përndryshe nëse i kishin fuqinë ushtarake, shumë moti do ta kishin sulmuar dhe shkatruar Iranin. Përpjekja e fundit që nëpërmjet protestave dhe infiltrimit të terroristëve të Mossadit në Iran dështoi dhe lufta nëpërmjet aeroplanëve po ashtu dështoi edhe kërcënimi me luftanijet amerikane dhe tani janë të detyruar që të kapitulojnë para kërkesave të Iranit për zgjidhjen e kësaj çështje. E qartë, zoti Daudi, nga ana tjetër një përplasje direkt SHBA-Iran do të kishte sigurisht një efekt zinxhir në të gjithë rajonin, përfshirë këtu Izraelin, Gjirin Persik dhe rrugët energjetike. Cilat do të ishin pikat më të rrezikshme ku konflikti mund të shpërthente ndoshta edhe pa një paralajmërim? Po tani me doktrinën e re të Iranit, ata mund të sulmojnë edhe nëse ndihen të kërcënuar. Kjo nuk ishte më herët. Ky vendim u soll nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Iranit. Pra ata nëse mendojnë se janë në një pikë ku mund të sulmohen nga Izraeli, ata mund të sulmojnë të parat iranianët. Po jo vetëm iranianët, po mund të sulmojnë edhe bazat ushtarake në Gjirin Persik të Amerikës, që janë në Katar, në Emirate, në Kuvajt, në Arabinë Saudite, në Jordan, në Siri, në Irak. Pra gjithmonë ata ku besojnë që mund të vjen në një sulm, ata mund t'i sulmojnë, apo nëse fillojnë lufta, kuptohet që ata do të sulmohen dhe besojnë që do të shkatrohen përfundimisht bazat ushtarake amerikane në lindjen e mesme. Ndërkaq, zoti Daudi, në historinë e negociatave bërthamore me Iranin, marrëveshjet kanë qenë sigurisht gjithmonë të brishta dhe të përkohshme. Ekziston sot një formë që garanton një stabilitet afatgjatë, apo çdo marrëveshje është ndoshta thjesht një pauzë radhës? Besoj që bëhet një pauzë e radhës derisa të vetëdijsohet Izraeli dhe Amerika që nuk jetojnë në një botë unipolare. Nuk mund të diktojnë ata shteteve të tjera se si të sillen dhe ku i kanë interesat e tyre kombëtare. Ende nuk kemi arritur në atë pikë, edhe për arsyeën që politika amerikane ende është në ndikimin e lobit izraelit dhe hapja e dosjeve të Epsteinit i konfirmon të gjithë ata që mua më quajnë si konspiracionist, pra merrem me teori konspiracioni. Pra nuk mund të merret me teori konspiracioni një i cili është doktor i shkencës për marrëdhëniet ndërkombëtare, i diplomuar në universitetet më prestigjioze të botës. Pra ende bëhet fjalë për mentalitetin e politikës shifutue ndërkombëtare, të cilët mendojnë se ende e kanë të fuqi, si në fillim të viteve 90 dhe mund t'i dirigjojnë shtetet muslimane. Mirë po shtetet muslimane janë forcuar si me popullat, po ashtu edhe teknologjikisht, dhe dalë nga dalë janë duke lidhur aleanca, si kur ishte aleanca e Turqisë me Pakistanin dhe Arabinë Saudite, dhe që mund po ashtu t'i bashkohet kësaj aleance dhe Irani, dhe përfundimisht do të formohet një grup shtetesh i fuqishëm muslimane, po mund t'ju bashkohet edhe Egjipti, që do të jetë një lloj NATO-s dhe që përfundimisht do ta tërheqin ndikimin çifutrisë ndërkombëtare në lindjen e mesme. E qartë, ndërkaq zoti Daudi, kërcënimet publike dhe diplomacia e fshet po ecin paralelisht duke bërë situatën të paqartë për të gjithë opinionin publik. Sa i rrezikshëm është ky dualizëm për llogaritjet strategjike të palëve? Tani dualizëm kuptohet që kanë mes të gjithë shteteve. Kemi dualizëm edhe mes Iranit dhe Turqisë. Dualizmi është më i madh nga ana e Iranit, për shkak se Turqia është përpjekur gjithmonë që t'i ndihmojë Iranin, përderisa Irani e shiqon Turqinë si një konkurrent,
kuptohet i kanë edhe arsyet e vetë. Arsyeja kryesore është që në Iran ka një popullat të madhe, disa milionëshe turke, dhe kuptohet që ekziston një projekt që pjesa veriore e Iranit t'i bashkohet Azerbejxhanit dhe me shtetet tjera turke të formohet një koalicion i fuqishëm politiko, ekonomik dhe ushtarak në mes shteteve të turke me në krye Turqinë e sotme. Mirëpo në të njëjtën kohë edhe Irani, duke u mbështetur në fenë e tyre apo sektën apo drejtimin fetar të tyre të shias, i shqyrtojnë banorët shiit të lindjes së mesme si një mundësi koalicioni dhe për zgjerimi e influencës së tyre. Dhe këtu edhe kemi dualizëm në mes Turqisë dhe Iranit, po unë besoj që kjo mund të tejkalohet, për sa i përket dualizmave të tjera, kuptohet që kemi edhe ndikimin e shteteve tjera, Kinës apo Rusisë në lindjen e mesme dhe Amerikës. Për shembull, në Siri ne e kemi si shembull ndikimin e Rusisë dhe tani Rusia është tërhequr nga Siria dal nga dal dhe kemi përfshirjen apo hapjen e interesave të Amerikës. Pra kemi dualizëm në mes fuqive të madh dhe se kush do ta kontrollojë lindjen e mesme, për shkak edhe të rëndësisë së burimeve energjetike që janë në lindjen e mesme. Ne e dimë që diku 20 deri 30% të naftës Kina e merr pikërisht nga Irani dhe ndoshta mbi 50% nga Gjiri Persik, duke përfshirë këtu edhe Arabinë Saudite, Kuvajtin, Irakun dhe shtetet e tjera që prodhojnë. Pra gjithmonë do të ketë një dualizëm se kush do ta kontrollojë këtë rajon, por do të kemi paqe atëherës kur atë rajon do ta kontrollojnë vetë banorët e atij rajoni, të cilët janë arabët, turkët, kurdët, persët dhe muslimanët në përgjithësi, për shkak se është rajoni i tyre dhe atëherës do të kemi paqe. Izraeli nuk ka vend. Zoti Daudi, për ta mbyllur, ndërkaq nëse procesi i Istanbulit do të dështojë, pasojat sigurisht nuk do të kufizohen vetëm në Iran dhe SBA, por a jemi përballë një momenti kyç që mund të përcaktojë stabilitetin global për vitet në vijim? Po ndonjëherë nëpërmjet luftës arrihet paqja. Ndoshta ka ardhur koha të filloj një luftë dhe përfundimisht të largohen bazat ushtarake nga lindja e mesme. Ka shumë njerëz si unë që preferojnë luftën në këtë situatë dhe kuptohet që dëmet do të jenë të mëdha, po afatgjatë besoj që ja vlen që të filloj një luftë dhe përfundimisht shteti gjenocidal Izrael